Vjojnë hetimet për incidentet e regjistruara gjatë tubimit të zhvilluar me 30 maj 2026 në Portonov të Zvërnecit, ndërsa policia e Vlorës në bashkëpunim me prokurorin ka vënë në pranë nga 2 persona të dyshuar si të përfshirë në këtë ngjarje. Sipas njoftimit zyrtar, janë dalur shtetasi AG 35 vjeç dhe GV 41 vjeç, të dy banues në Tiranë, pasi ndaj tyre gjykata e Vlorës ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale heqja e paligjshme e lirisë. Hetimet kanë dokumentuar se 2 të arrestuarit në bashkëpunim me Gerald Bibën, i arrestuar më herët, kanë tërhequr me forcë pjesëmarrësin në tubim ES drejt zonës së rezervuar për rojet, duke i shkaktuar dhe dëmtime trupore. Policia bën me dije se nga verifikimet e kryera ka rezultuar se AG dhe GV nuk figurojnë të regjistruar apo të licencuar nga asnjë subjekt që ofron shërbime private të sigurisë fizike. Autoritetet theksojnë se hetimet po vijojnë për të identifikuar dhe për të nxjerrë përpara përgjegjësisë penale të gjithë personat e përfshirë në veprime ose mosveprime të kundërligjshme gjatë protestës së zhvilluar në Zvërnec.